Avokat, mendon se do kemi një krizë të ardhshme ekonomike me rrogat? Me thonë drejtën, një nga armët për destabilizuar një vend është kriza bankare. Ma me në thështatën? Po. Çfarë ndodh në një krizë financiare? Njerëzit shkojnë në bankë dhe s'kan lekët më apo jo. Këto skenare janë gjithmonë operacione shërbimesh. Nëse kjo ndodh në Shqipëri, ditë se kush e ka bërë. Asnjë dyshim. Ata që po fusin kthetrat në financat shqiptare, a guxojnë ta bëjnë? Kush u bëri shqiptarëve që i shpëtuan në vitin 44? Ata që u shpëtuan. Po këta që kanë plera fare, more. Nuk guxojnë ta bëjnë. Nuk guxojnë. Se e din që do i shofi gjithë botën tregoj me gisht çfarë plehrash. Këta i shpëtuan jetën që se u shpërblyen. Dhe kur unë them këtë fjalë, e kam thënë që ata nuk duhet lejojnë që as të bëhet, nga kush mund ta bëj. Sepse e din që ata e kanë përgjegjësinë. Rama aty falet. Pra kur flasim për kriza rrogash, financash, buxhetesh e tjerë, se ka shumë thashë theme për këtë gjë, kemi parasysh, ne e dim kush e ka bërë. Po të mos e dini, mund ta bëni, tani që e dim, kam vështirë ta bëj. Luani, i cili na thotë pyet pak për çështjen e konsullatës serbe në Shkodër. Konsullata serbe në Shkodër është një aktet më të ndyra të hikjes nga pushteti. Ke parasysh është duke ikur. Dhe duke ikur lën detyrimet që ka. Kush e krye Partinë Komuniste? Serbia. Kjo është partia e Serbisë në Shqipëri. Konsullata është detyrim për partinë e krijuar nga serbët. Është detyrim i partia anti-shqiptare. Dhe turpi shkodranëve. Pse unë jam gjithë shkodran vetë. Turpi shkodranëve. Që nuk janë në rrugë për këtë që. Turpi madh. Ku përfundoi Shkodra? Çfarë bën Shkodrës? Se më thonë gjithmonë, aty në kot flet për Shkodrën, tu kam Shkodran Shkodër. Tash po e bindem që s'ka. Do të kishe reaguar, Është fjalë e vogël kjo. Do të ishin në shesh për natë. Për ditë. Si qemi në Tiranë. Po s'kam Shkodran Shkodër. Se që janë ata nuk e di. Avokat, kam një pyetje, kur u hap xhamia e ri, delegacioni turk këndoi një këngë anti-shqiptare dhe nuk kam dëgjuar të flasësh për këtë ngjarje. Jo, nuk e dëgjuar të thotë që ti ke qenë shurdh atë ditë, që ti atë ditë s'ka punuar interneti, se Altini ka fol shumë për atë ditë. Ç'ka s'ka thonë Altini atë ditë? Ka treguar dhe surretrit e njerëzve dhe lojat. Altini ka reaguar dhe kur erdhi makina e Turqisë në Shqipëri me pamjet e luftës që na ka lës, që të bënte turneun e dëshmorëve turq. Ku ti ku ishe? Unë isha, po ti ku ishe? Ti që më pyet mua. Ti ku ishe? Unë dola me kamerat, bëra gjithat protesta aty, duke rrezikuar veten time se unë sfitoj gjë nga kjo gjë. Vetëm shtoj armiqt, më kuptoni? Armik me këtë. Ti ku ishe? Pasi unë isha aty duke bërtitur. Ti ore ku ishe? Guxojnë dhe flasin më ku e gjen moralin në guximit ta njerëz? Unë kam njerëz që protestoj për ditë, po jo se ti s'ke dal për të, ti s'ke dal, po vetëm unë kam dal, ti s'ke dal kurr. E meriton ti isha pak i acaruar me atë. Ja, s'acaruar. Po unë lova dola ditë, kam dalë ditë tjera, s'kam lënë gjë pa thonë gjithë këto vjet, tu shtuar miq të jetës, që s'kam asnjë arsye personale, kupton? Shtuar miq aty dhe vin njerëz që fshihen mas ferrave dhe na tregojnë neve, ke parasysh? Avokat, ndonjë koment mbi sekretarin amerikan të thesarit Scott Bessent, një individ privat në intervistat e tij duket që është shumë i zotin në lidhje me financat globale. A ka qenë ortak me Soros sot? Jo, ti mos thuaj ka qenë ortak me Soros. Me që ka qenë ortak me Soros, mos bëj sikur s'kupton, mos na bëj pyetje kështu të mendshme. Pëlqen se ka pa. Jo, na bëj pyetje inteligjente, po pa fyer inteligjencën. Mos ka qenë gjë. Pra ti e di që ka qenë, Altini e di se ta ka thonë më herë që ka qenë. Edhe ti mos ka qenë gjë hati, të çfarë thua tash. Ky robi ka qenë koka operacionit të Sorosit në Bankën e Anglisë në vitin 1992. Ky është truri. Por siç e kam shpjeguar, ai ka qenë një operacion i brendshëm, inside job, i fshehur sikur që operacioni jashtë.
Ai ka qenë një operacion i Rothschildëve dhe Bank of England për të goditur Thatcherin dhe për të goditur konservatorët në Angli. Për të cilën pushtet Tony Blairin me shok. Për të shkatruar perandorinë angleze, për të shkatruar fuqinë e Anglisë dhe mbi të gjitha të shtresës mesme angleze, siç është procesi i Great Reset-it për katës. Dhe ishte një mashtrim i madh kur e bëri Sorosi. Ai ishte një proces i brendshëm politik, ku Sorosi duhet të përdorej edhe për t'i dhënë famë dhe për ta bërë figurën kryesore të botës në atë kohë, se atëherë është shfaqur. Dhe ky ka qenë truri i drejtimit të operacioneve. Është ndarë me Soros dhe është bashkuar prapë në vitet 2000. Në vitin 2016 kur ka konkuruar Trumpi për president, ky ka qenë një nga sponsorët e parë dhe mbështetësit e parë Trumpit që në 2015-ën. Për shkak se mendonte që Trumpi përfaqëson pikpamjet e tij në suverenitetin financiar të Amerikës. Është një çufë. Dhe është gay. Është shumë i zotin punë vet. Si gay apo? Jo, shumë i zoti si financier. Dhe kur kujtoj këtë më kujtohet batuta ime me Wilsonin, kur kishim para i sa myzyre. I thash, ti je qi, i thashun, po fotografit i qanë, i thash. I bë vërtet bukur. Shku e bo krahasimin ku shkove, shko ky saj tani. Pse? Po pse? Nëse. I thash, ti je qi, i thashun, po fotografit i qanë, se ne jemi luftë me Isajin, gjithmonë sulmohemi politikisht. Kuptohet për çështjet e LGBTQ-ve. Dhe i thash, pa ama fotografit i qanë. Edhe ky beset i qanë punë të financave. Më kuptove, i qanë. Është krau djathi i Trumpit për financat, ka qenë mbështetës i tij në 2016 dhe ka punuar me Sorosin, ja njeh mirë skemat spekulacioneve të bursës New Yorkut. Është kokë në këtë fushë dhe njeh gjithë kategoritë. Do thot dikush, Trumpi punon me Sorosin, se punon me këtë. Mendohet si dush, ky si quhet, Kushneri, është produkti sponsorizimit, karrierës dhe ekzistencës dhe emrit të famës të tij, edhe nga Rothschildët dhe nga Sorosi dhe nga Bibi Netanyahu. Kështu funksionojnë këta. Përshëndetje, çfarë mendimi ka avokati se pse kanë zaptuar protestën në shumicë fierakët? A ka lidhje kjo me trafikun e drogës, duke ditur se Fiera është kryeqytet e drogës? Fantazi e papare. Nuk kisha pa fantazi si kjo. Protesta ka pushtuar fierakët. Ku janë këta fierakët që kanë pushtuar protestë? Ku janë? Fierakët, si gjithë shqiptarët, janë aty, si gjithë bashkë. Unë njoh fierak, Lab, Tropojan, Kuksian, Shkodran, Lezhjan, Dursak, Mamurs, Korçar, Berac, aty në protest, Poliçans, Skaparli. Aty në protest. Jo, po mendohem, cili qytet nuk është, jo kush është. Dhe kjo është idiotësia më e madhe që ajo vjen keq ta thë.